Spain will ban access to social media for minors. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez paralajmëroi se vendi i tij do të ndalojë aksesin në mediat sociale për të miturit në moshën 16 vjeç për t'i mbrojtur ata nga përmbajtjet e dëmshme si pornografia dhe dhuna. Platformat online do të duhet të zbatojnë sisteme efektive të verifikimit të moshës për të bllokuar aksesin për të miturit, tha Sánchez gjatë një samiti në Dubai. Sot fëmijët janë të ekspozuar ndar një hapësire varësie, abuzimi, pornografie, manipulimi, dhune. Ne nuk do ta pranojmë më këtë, u shpreh ai. Lideri socialist paralajmëroi gjithashtu se do të ndryshojë ligjin spanjoll në mënyrë që drejtuesit ekzekutiv të platformave teknologjike të përballen me përgjegjësi penale nëse nuk heqin përmbajtjet e paligjshme ose ato që nxisin urrëtie. Në dhjetor të vitit të kaluar, Australia u bë vendi i parë që u ndaloi të miturve në 16 vjeç të përdorin platformat online më të njohura në botë, përfshirë Facebook, Instagram dhe TikTok. Ndërsa javën e kaluar, Parlamenti francez miratoi një projekt ligj që ndalon mediat sociale për të miturit nën 15 vjeç. Pas këtyre vendeve, edhe Portogalia paralajmëroi se do të ndalojë mediat sociale për adoleshentët nën 16 vjeç.